mes dheun me varka, të vogla në kërkim të një ardhme më të mirë, edhe ne kalojmë sot si vazhdim të asaj trashëgimie. Trashëgimia jonë është të kena kurajon të luftojmë për drejtat e tona. Atëherë donte me thonë të ikëshe për një të ardhme më të mirë, sot do me thonë të luftosh për drejtat e njeriut, për drejtat e mjedisit edhe për drejtat e popullit. Në varkët e Global Smooth Flotilës, ne çojmë përpara trashëgimin edhe kësaj vlerave. Do me thonë vlerat e drejtësisë, solidaritetit dhe drejtën për të pasur një vend ku që të përket, ku mund të qëndrosh, por edhe të kesh drejtën drejtën e tokës, po edhe drejtën e detit, po edhe drejtën e familjes, gjithë drejta që këto pushtimet e autokrate na heqin. Unë jam pjesë e diasporës shqiptare në Itali dhe ne kena një të lidhje shumë të rëndësishme me detin. Kur thonë ju mjedisi, ne si diasporë nuk e shohim detin me të njëjtë sy që e shef një turist. Nuk e shohim vetëm detin me qef. E kena lidhjen edhe me trauma, do me thonë. Sepse prindrit e tonë kanë qenë hedhur në det në 90-ën. Është kujtesa njëve të viteve 90, Vlorës, stadiumeve ku mbyllshin shqiptarët apo mbrin, edhe ku kanë qenë tratuar si kafsh, ku i kanë dhënë ujë e bukë nga stadiumi nga lart. Është edhe kujtesë e 4 Iradës e mbytur në kanalin e Otrantos në 97-ën. Prandaj prindrit e tonë kanë sakrifikuar gjithçka në migracion, jena bërë kurbeqar për një arsye.